Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po përgatisim një recetë shumë të shijshme, revani me shërbet, një recetë tradicionale që ja vlen me provu. Fillojmë dhe përgatisim këtë recetë. Fillimisht, për me përgatitë revanin, unë kam vendosur me përdorë 10 vezë. Vezët do t'i leni të qëndrojnë në temperaturë dhume. Vazhdojmë edhe ndajmë të bardhat nga të verdhat e vezës. Pra po përgatisim revani tradicionale që shë kanë përgatit më herët me 10 vezë. Po vazhdojmë edhe po i ndajmë të verdhën nga e bardha e vezës, sepse veçmas do vazhdoj t'i rahi edhe të bardhat edhe të verdhat e vezë. Kështu revania bëhet më e mirë. Tash edhe vezën e fundit dhe vazhdojmë pra së pari do i rrahim të bardhat e vezëve me mikser për afërsisht një 5 minuta ose derisa të formohet shku me bardh edhe trash. Pra duke i rrahur me mikser do ta vërini se edhe vezët do të fillojnë të trashen. Pra dal nga dal duke i rrahur edhe po shkumojnë vezët, po e marrin ngjyrën e bardhë, edhe tash do të trashen edhe më shumë, pra shikoni si krem bëhen. Dhe tani mund të themi që vezët janë gati. Do të vazhdojmë t'i rrahim të verdhat e vezëve. Këtu do të shtojmë 10 lugë të gjellës me sheqer. Për shkak se po përdorim 10 vezë, do mbushim 10 lugë të gjellës sheqer edhe i rrahim. Për një vezë shtojmë 1 lugë sheqer. Kështu është receta, edhe mund ta bëni edhe me më pak vezë nëse doni, në një tepsi më të vogël. Vazhdojmë kështu i rrahim mirë dhe po e vreni që edhe këto po shkumojnë mirë edhe sheqeri po tretet edhe po fillojnë të trashen. Dhe pasi që t'i kemi rrahur mirë, atëherë bëjmë edhe bashkimin e vezëve, pra do t'i përzijmë të bardhat edhe të verdhat e vezës edhe do t'i bëjmë bashkë. Tash hedhim të verdhat tek të bardhat, pastaj vazhdojmë i përzijmë me lugë, pra nuk do t'i përzijmë më me mikser, vetëm me lugë, duke i përzijë ngadal derisa pra të përzihen mirë të bardhat e vezës me të verdhat, edhe derisa të në formohet një mazë homogjene, pra duhet me u përzi mirë, kështu, e pastaj do të vazhdojmë të shtojmë edhe miellin. Tash i kena përzi, vazhdojmë shtojmë edhe miell. Dhe për të përgatitur revani, do të përdorim 10 lugë të gjellës me miell. Lugën do ta mbushni plot. 10 lugë të gjellës, 10 vezë, 10 lugë të gjellës me miell. Tash do t'i shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje, sepse shumica kur përgatisin revani, revania ju dështon gjatë pjekjes, prandaj për mos me dështu revania gjatë pjekjes, ne gjithmonë ja shtojmë një pako me pluhur për pjekje. Edhe kështu vazhdojmë e përzijmë mirë brumin derisa të përzihet mjaftueshëm edhe ta kemi gati. Dhe tani brumin e kemi gati. Po e vreni se si është bërë? Tash e marrim tepsien, e lyejmë me pak margarinë, edhe vazhdojmë edhe e hedhim pra revanin, brumin e revanias. Furrën e shporetit unë e kam nxehur në temperaturë 150 gradë, e kam lshu një 10 minuta para se me shti revanien me e pjek në 150 gradë, edhe pastaj vazhdojmë e pjekim revanin në këtë temperaturë, pra 150 gradë për 30-35 minuta, tash varet nga furra e shporetit ku ju e pjekni. Pra, pas 30 minutave e kontrolloni, ja hapni derën edhe e shikoni se apo piqet ose jo. Pra duhet me marrë një ngjyrë pak më të verdhë mbi, kështu siç mund ta vreni këtu në video. Edhe pasi të pjeket, do ta lëni që të ftohet.
E tash po vazhdoj me përgatit shërbitin dhe për këtë recet do të përdorim 800 gram sheqer. Unë kam një pako prej 900 gramve, pra do të largoj 100 gram. 800 gram sheqer, 800 ml ujë. Vazhdojmë i përzi me luk dhe i vendosim në zjarr që të zihen. Pra, do të prisim që të filloj edhe të zihet. Po e vreni që sheqeri veç më ka fillu edhe shtret, tash kur fillon me u zi, do të aloj që të zihet për 12 minuta, pra kështu duhet me vlu, për 12 minuta ju do të kontrolloni. Pasi që shërbeti është zi, e la me uftov për 5 minuta. E pastaj ashtu të ngroht do ja hedhim revanis. Revania është e ftohtë, shërbeti është i ngrohtë. Edhe tash vazhdojmë e shtojmë shërbetin tek revania. Dhe kështu pra do ta la, pasi t'ja hedhim shërbetin gjithashtu që të ftohet mirë. Pra në frigorifer e leni të ftohet e pastaj mundeni me e provu recetën. Është një nga recetat më të sheshme. Provoni edhe ju, sepse ja vlen, pse jo, me provu diçka tepër të mirë të sheshme, mos mi harru recetat që kanë qenë më përpara, pra ne vetëm se ju a kujtojmë, jo që ju nuk i dini, por vetëm po bojmë një rikujtim të kësaj recete që shpesh e përgatisim sepse bëhet shumë e mirë. Tash e shikoni se sa e mirë është bërë, pasi që e kam lanë me uftuf, edhe na mbetet vetëm me provu. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur, shpresoj që ju ka pëlqyer. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.